Sot jemi duke prezantuar një nga personat cilët do tjetë asistenti i çdo fermieri në çdo telefon, ku një element i rëndësishëm i këtij portali që ne kemi vendosur dhe emrin Ylli është asistenti i parë digital i fermierit shqiptar i bazuar në inteligjencën artificiale. Ylli është gjithmonë gati, është aty, është për të ofruar asistencë më njëhershme dhe praktike për fermerët, ku në kohë reale është gjithmonë gati për ta shënuar, për të dëgjuar, për të shkruar, për të bashkëbiseduar për problemet cilët kanë fermerët dhe duke kthyer përgjigje në kohë reale dhe në gjuhën shqipe. Ky instrument që do të ndihmojë fermerët do të marrin informacion, orientim dhe mbështetje më shpejt dhe më të lehtësuar se kurrë më parë për të aksesuar çdo fermer, cilët do të ketë mundësi apo do të aplikojë në aplikacionin cilin ne do të vendosim në dispozicion të çdo fermeri. Moment të rëndësishëm të këtij eventi që është platforma portali i fermerit. Megjithatë, ne do t'i japim hapësirën Yllit në këto momente. Portali i fermerit është më tepër se sa një platformë informacioni. Ai është konceptuar si një hap konkret drejt transformimit dhe digitalizimit të bujqësisë shqiptare. Në fazat e ardhshme, fermerët do të kenë mundësi të regjistrojnë aktivitetet që kryejnë konkretisht në fermë, si trajnimet, mbjelljet, plërimin, vaditjen dhe praktikat të tjera bujqësore. Portali do të mundsojë gjithashtu komunikim me specialistët e ekstensionit, marrjen e këshillave të personalizuara, ruajtjen e të dhënave digjitale, dhe ndërtimin e historikut të fermës ndër vite. Me fjalë të tjera, ditari i fermës bëhet digital. Qëllimi ynë është që teknologjia të mos duket e largët apo e komplikuar, por të jetë e dobishme, praktike dhe plan fermerëve shqiptar çdo ditë. Portali i fermerit është një hap drejt një bujqësie më moderne, më inteligjente dhe më të informuar.